الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه أحمده سبحانه وأشكره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وحبيبه أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahun të vetëm e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu me emrat e Tij të bukur dhe atributet e Tij të larta, të na ruaj prej të keqes dhe të këqijave të cilat janë pasojë punëve dhe veprave tona. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi Zoti plot fuqishëm dhe i gjithëpushtetshëm që meriton të adhurohet dhe të madhërohet i vetëm dhe i pashoq. Është Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zoti i gjithësi, Zoti i botrave. Sikur se dëshmojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është robi pejgamberi i dërguar i më i përzgjedhur i Allahu Gjelle Gjelaluhu. Paqja, mëshira, mirësia, drirësia, begatia, shpëtimi i Allahu Gjelle Gjelaluhu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasen rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Envijim, vëllezër të nderuar, motra të nderuara, këshilloj veten time dhe ju të frikemi Allahu Gjelle Gjelaluhu, se padyshim do të jetë ajo dita, ai moment kur do të ringjallemi dhe do të përllogaritemi para Krijuesit gjithësisë për gjithçka kemi punuar dhe vepruar këtë jetë kalimtare. Vëllezër besimtar, xhamati i nderuar, vazhdojmë në vazhdën e hutbeve të cilat kanë të bëjnë me ndodhitë e ditës Kiametit. Pasi folëm për shenjat e vogla dhe të mëdha të Kiametit, pasi folëm për ndodhinë e Kiametit dhe në vijim, dhe pasi folëm para dy gjumosh që ndodhia e tretë e ditës Kiametit është nga ndejtura gjatë duke prit llogarinë dhe nga vapa përvuluese, etja do arri kulmin e kulmit. Dhe nuk e shun këtë etja të ditë vetëm se ati që i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu e ka bekuar dhe veçuar me madhninë e vet dhe do ta bëj prej aty në fatlumve që do të pijin ujtin e bekum të Kautherit nga haudi i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhe ja Rabi modhi Allah na baft gjithëve prej tillëve pa përjashtim. Vazhdojmë me ndodhinë e katërt të kësaj dite të madhe, gjatësia e së cilës është 50.000 vjet. Ndërkohë që njerëzit janë në errësirën më të dendur si kur ndonjëherë errësirë i madhi Allah Gjelle Gjelaluhu ka kriju. Dhe kjo errësirë quhet waqtu dhulme, koha e errësirës pa pamje. Dhe në këtë errësirë pa përshkruar me logjikën tonë, do të shfaqet ndodhia e katërt e ditës Kiametit që është es-Sirat. Keni gjube se i fjalët e vjetra dhe turtat mençme, ura e Siratit. Imagjinoni do të kalojnë këto njerëz nëmi fjalë nga kjo errësirë në një errësirë akoma më të lehtashme. Pra në errësirë do të shkosh deri ke ura e Siratit, s'ka për të pas dritë. Dritën e nurin Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'ja japi vetëm atij që i modhi Zot Gjelle Gjelaluhu e ka beku veçu me mëshirën e vet kur dalin teh të urës, atëherë do t'i shfaqet atij drita aq sa ka punu dhe vepru për Allahun Gjelle Gjelaluhu në këtë dynjë.
Ka prej aty në fatlume që të rrezatoj drita e punëve dhe veprave të mira, aq sa shef si unë këtë dynjë. Ka prej atyre që të rrezatoj drita e tij, sa hape me ullësy si shkreptin me ose vetetima. Dhe ka prej atyre që të rrezatoj drita e tij sa i kandili i maru mi dobë që s'ka zvoj as fitil. Në basë punëve dhe vepra. Kurse si Allahu Gjellë Gjellalu si bën pa drejtësia s'kujt. Duhet me besu me pa dyshimin më të vogël, se kalimi i urës siratit është mos e i vërtet, e vërtet absolute dhe kur dyshon këtë, Zot në ruja Rabbin se imani ati, mbase nuk i vlen fare. Kam thanu lemot. Se po dëshove në njonën prej këtyre ndodhive, do të vizë zëngjirë, që Zot në ruja Rabbin. Si do tjetë dhe do të shfaqet ura e siratit. Dhe atë gjithë do të kalen atë ura, po do të ketë përjashtime. I modhi Allah Gjelle Gjelaluhu këtë ndodhije përmen në Kur'an, i cili thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, wa im minkum illa wariduha kana hatman maqdiya. Çdo kush i prej jush s'ka ku me shku, vetëm se ka me kalu. Çështja e përfundume dhe e caktume dhe përcaktume i herë për gjithmonë, ndeshe besove se besove. Subhanallah. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Do të shpëtojnë prej asaj kanosje dhe rrezikut lahtashëm që shpaloset dhe shfaq ura e xhehenemit, ose ura e siratit, vetëm ata cilët kanë besu, punu dhe vepru, dhe kanë qenë devotshëm. Amo tjerët, Zot në ruja Rabi, thot i modhi Allah Gjelle Gjelaluhu, dhe mizorët, thot dhe të përfundojnë në fundin e xhehenemit, ku s'kanë për të lëvizmo prej ti për jetë jetëme, për jetë të jetëve. Sahabi nderuam Ebu Sa'id el-Khudri radiallahu anhu, i cili transmeton hadithin e Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kur përshkruhet mënyra se si do shfaqet ura e siratit. Thot ky sahabi nderuam, thot Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në një transmetim el-Gjisr dhe një transmetim tjetër sirat. Të dyja janë të sakta, si kur tham ura e siratit, ose si kur tham rruga ku të qonë për në xhennet mes në përmjet xhehenemit, pra të dyja kuptimet janë paka shumë për afërta, është aq e holl sa qimja e flokut, ura e siratit. Dhe aq e mpreht sa maja e shpatës. O Zot, ja Rabbi, na lehtëso. Dhe Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu e përshkruan akoma më lahtashëm urën e siratit sipas përshkrimit që kanë gjuar prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot yudha'u as-siratu ala wasati jahannam. Ura e siratit do të vendoset në mes xhehenemit. Në mënyrën dhe në formën më në prehet se sa tehu i shpatës. Në dy anët e saj do të ketë përbinçat xhehenemit me krër bakri që presin këtë golltisin prej njerëzve që do kalojnë këtë urë, që ja Rabbi i Madhi Allah
na shpëtoft në atë moment. Gjithashtu i dashmi Zot alayhi salatu wassalam thot, yudribu siratu baina dhahranay jahannam. Do të vendoset ura thot mes dy anëve të xhehenemit. Do të jem unë i pari thot që do ta kaloj Muhammed Mustafa sallallahu. Po pas që i pari kush do të jetë? Ja Rabbi na bafti madhi Allah prej umetit ti. Pastaj thot atë ditë nuk do të flasi askush prej njerëzve përveç pejgamberëve të Allahu xhelle xhelalu. Dhe lutja gjithë pejgamberanëve të Allahu xhelle xhelalu në atë ditë në atë moment thot Allahumma sallim sallim. O Zoti i madh, shpëtoje ummetin ton, shpëtoje ummetin ton. Dhe ja Rabbi modhi Allah në bath prej atyre që meritojnë këtë lutje të pejgamberit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Dalim tek kategoritë e njerëzve që të ndahen momentin që do të kalojnë urën e Siratit. Edhe kjo është një temë që inshallah do e shtjellojmë gjumën e ardhshme, po do të prek tre kategori kryesore, sikur Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka përmend në hadithet e tij të sakta. Lutim Allahun xhelle xhelalu të na lehtësojë atë moment. Lutim Allahun xhelle xhelalu të na ndriçojë atë rrezikë të rrezikshme dhe të lahtanshme të atij momenti. Dhe lutim Allahun xhelle xhelalu që adhurimet e tona modeste dhe të pakta na i boj dritë që të shpëtojmë në atë moment, se pa dyshim kush i ka kry këto adhurime, namazin, zeqatin, hagjerimin, e tjera veprat mira, pa dyshim se i modhi Allah xhelle xhelalu do të i bojnë shkak që do të reflektojnë dhe do të rezatojnë në momentin e errësirës më të dendur që shef krijesa Allahu xhelle xhelalu në atë ditë dhe nevojën momentin më nevojshëm që ka i biri Ademit momenti që do të kaloj urën e Siratit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وإخوانه. Kategoritë që do të ndahen momentin që do të kalohet ura e Siratit i përshkruan Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Najin musallim, kategoria e parë, ja Rabbi moti Allah na baf prej tyre. Do të jenë ata të shpëtumit e të shpëtumve, pa kur far rreziku dhe një losje. Do ta kalojnë në mënyrën më të lehtë, më të shpejtë dhe më pa kur far dëmtimi ose djegje dhe përvolimi që kjo urë thamë është poshtë lavës xhehenemit. Kategoria e dytë, që shprehje që ka përdor Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe në arabishtë janë shprehje që janë përdor vetëm këtë rast, nuk i përdor, pra nuk janë fjalorit përdorshëm të gjuhës arabe. Kjo tregon që Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka nxjerr nga goja e tij e bekume fjalë nga hamenësia e tij, vetëm gjithçka ka ju ka shpall prej të modhit Allah xhelle xhelalu. Wa makdusun fi nari jahannam, ya Rabbi Zot. Kategoria e dytë do të jenë ata që sapo të shfaqet ura e Siratit, me njëherë do të përfundojnë zjarr xhehenemit. Dhe këto janë kategori prapë në vete që ja Rabbi Zot na rujt e mos na bëf prej tillëve. Dhe kategoria e tretë, najin wa najin makhdush. Prapë dhe kjo është një shprehje që rrallë përdoret në gjuhën arabe.
do të krejnë prej atyre që do të shpëtojnë. Mirë për çfarë? Me pasoja, me njolla, me djegje dhe përvolime derisa të shlyjë ka gjenofe, pastrofe. Dhe ky quhet naxhin mahdush. Ka shpëtu përse i njollos. Mjafton që i gjemtyr të preki, o Zot na ruaj. Në zjarr xhehenemit, imagjinon një si mund shëndrohet e gjymtyr. Jo mo të zhytesh në to si kur kanë harë transmitimet, i herë të zhytesh, i herë të dash, i herë të zhytesh, i herë të dash, si kur e që të mësu për herë të parë not, dhe i sa dalin cept. E për këto tre kategorit, në mënyrë shtjellume me shpresë në Allahu Gjelle Gjelalu, do të flasim hutbën e ardhshme, lusim Allahu Gjelle Gjelalu. Për vetet tona, familjet tona, vëllezërit dhe motrat tona, kudo që duam për hir Zotit Gjelle Gjelalu. Ja Rabi Modhi Allah na lehtësoft momentin e kalimit urës siratit. Ja Rabi Modhi Allah na ndriçoft momentin e urës siratit. Ja Rabi Modhi Allah Gjelle Gjelalu na bëft prej atyre fatlumve që meritojnë shefatin e Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tek ura e siratit. Sikur lusim Allahun Gjelle Gjelalu në këtë ditë madhe, ditë e gjumon, ti prejvoj i herë që për gjithmonë trupat tonë dhe gjymtyrët tona që ju kanë rëndësish dhe në shenjë për ullje dhe madhërimi Allahu Gjelle Gjelalu ti prejvoj i herë për gjithmonë prej zjarrit xhehenemit. E nuk mbetet gjë tjetër në vëllezër vetëm se luti, fali sa më shumë. Përgatiti për atë ditë dhe për atë moment sa më shumë, se vallahi billahi tallahi do të jenë mos se të vërtetave të ndodhi që po përmenim, të kurse si o Zot mos qoftë në njëri prej nesh mi konsideru si pralla ose si historina ose si legjenda, si kjo do të jetë fatkeqësia më të madhe për atë njeri i cili nëse demonstron diçka prej dyshimit ti në të ndodhi që janë pa diskutueshme dhe pa kontestueshme dhe hynë në esencës së besimit në ngajbet, në të fshehtë. Zoti ja Rabbi na fal dhe na mëshiroft. I Modhi Zot Gjelle Gjelaluhu në të bimet e tilla të bekume na bashkoft. E kështu sikur na ka bashkuar këtë ditë madhe, ditë e xhumo, ja Rabbi Modhi Allah Gjelle Gjelaluhu na bashkoft të gjithëve së bashku në xhennetin më të lartë, që është xhenneti Firdaus. Amin. Dhe përfundoj me salavatin me kuptim plot për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe themi Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.